Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Me emrin e Zotit të gjithëmëshirshëm, mëshirëplotit, falënderimet dhe madhërimet i takojnë Allahut, Zotit të botrave. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij, profetin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë në rrugën e të dërguarit të Allahut deri në ditën e Kiametit. Ne jemi në ditët e fundit të Dhulhijhes, jemi në prag të ditës së madhe të këtyre ditëve të Dhulhijhes, jemi në prag të ditës Arafatit, ditë të mira, më të mira të vitit, të cilat ashtu i ka cilësuar i dërguari i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili kur fliste nga ajo që i shpalleshe prej Allahut madhruar. Nuk ka ditë më të mirë tek Allahu i madhruar se sa ditët e Dhulhijhes. Dhe avash këto ditë po ju vjen edhe fundi dhe besimtarët me padurim presin këtë ditë, siç është dita e Arafatit, që ta kurorëzojnë me adhurime të shumta dhe me vepra të mira dhe të afrohen tek Allahu i madhruar. Ne me perëndimin e ditës së sotme hymë në ditën e 9 të ditëve të Dhulhijhes, në ditën e Arafatit, një ditë e shenjtë për muslimanët, një ditë e madhe për ata të cilët kanë shkuar në haxh dhe po bëjnë pelegrinazhin për të plotësuar shtyllën e 5 të fesë islame. Po kjo ditë e Arafatit nuk është vetëm e veçantë vetëm për ata të cilët kanë shkuar në Mekë për të vizituar Ka'ben dhe vendet e shenjta, por kjo ditë është e shenjtë dhe madhështore edhe për muslimanët anë mban botës ku do ndodhin në vendet e tyre. Është e veçantë kjo ditë e Arafatit sepse dita e Arafatit është dita e pendimit tek Allahu i madhruar, është dita e kthimit tek Allahu i madhruar, është dita e pastrimit të shpirtrave të cilët janë të ngarkuar me punë dhe me vepra të cilat i kanë ngushtuar zemrat dhe shpirtrat e tyre. Dita e Arafatit është ditë madhështore, është ditë ku Allahu i madhruar krenohet përpara banorëve të qiejve, për banorët e tokës të cilët në këtë ditë përkushtohen, drejtohen Allahut madhruar me agjërim, me namaz, me sadaka, me lutje dhe me plot punë dhe me vepra të mira, me qëllim që ata të afrohen tek Allahu i madhruar. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë për ditën e Arafatit, nuk ka ditë më të mirë tek Allahu i madhruar se sa dita e Arafatit. Në këtë ditë, ata të cilët nuk kanë patur mundësi të shkojnë dhe të vizitojnë apo të kryejnë shtyllën e 5 të Islamit, siç është kryerja e haxhit, këta besimtarë edhe besimtare kanë mundësi që këtë ditë të arrijnë shpërblime të mëdha duke agjëruar këtë ditë, ditën e Arafatit, sepse agjërimi i kësaj dite është lehtësim